Sot kampion, por mëson historinë tragjike të shqiptarit i cili humbi në aksident këmbën e djathtë dhe sot kor suksese. Kledian Rama ka mahnitur sërish në Itali, aty ku është pallur kampion paralimpik. Shqiptari ngriti me sukses 3 herë, nga 179 kg në kategorinë deri 97 kg për të fituar titullin në garat e zhvilluara në Fiumicino. Megjithatë, për të arritur deri këtu, rrugëtimi i tij nuk ka qenë as pak i lehtë. Historia e tij është sa sfiduese aq edhe frymëzuese. Pas një aksidenti në vitin 2009, Kledi, siç e njohin të gjithë në Vercelli, humbi një pjesë të këmbës së djathtë dhe sot përdor një protezë karboni. Megjithatë, nuk u dorëzua dhe sporti u bë udhërrëfyesit i ri. Me profesion, magazinjer dhe me një buzëqeshje që nuk e lëshon kur, 39 vjeçari arrin të kombinoj punën e rëndë me stërvitjen e lodhshme. Kledi është shembull i përkushtimit me një mentalitet të hekurt dhe një këmbgulje që nuk njeh kufi. Për trajnerin e tij, Piero Valle, ai është një njeri me shpirt të pathyeshëm. Aksidenti më bëri më të fortë, thot Kledi, dhe trofet që mbushin raftet e palestrës së tij në Vercelli janë dëshmia më e mirë e kësaj force.